Sot është një ditë e mirë për policinë dhe qytetarët. Qindra djeme vajza, pas përfundimit me sukses të kolegjit, i bashkojnë familje son të madhe të policisë shtetit dhe dilni në terren, në shërbim të qytetarëve dhe në mbrojtje të ligjit. Ju falenderoj për zgjedhjen tuaj për të bërë pjesë e stafit ton, për disiplinën, për rezultatet e arritura në teori dhe në praktik, si dhe për vullnetin dhe vendosmërinë tuaj që u çoi në fund të këtij rrugëtimi fillestar, por të përgatitur për të nisur një rrugë të gjatë, plot sfida në përmbushje të misionit ton të shenjtë. Shqipëria, qytetarët dhe policia ka nevojë për ju, për energjit, mentalitetin e ri europian, ndaj për qytetarët sot është një lajm shumë i mirë që ju certifikojnë. Përtej emocioneve tuaja të arsyeshme dhe shpresës tonë se ju do të jepni më të mirën nga vetja në funksion të mirës së përgjithshme dhe krahas urimit për certifikimin tuaj, ku ju bëheni pjesë e familjes së madhe, kam disa porosi që besoj se do t'i keni parsorë në përditshmërinë tuaj. Busulla juaj në këtë mision duhet të ketë 3 drejtime: në drejtim të ligjit, në shërbim të qytetarëve dhe në përmbushjen e amanetit të dëshmorëve të policisë, njëherëzi dëshmorë të adheut. Këto 3 drejtime mos i ndryshoni kurrë përballë çdo sfide e tundimi, sepse po humbëm busullën, humbëm qytetarët, humbëm dinjitetin dhe rruga më pas do të jetë plot drejtësie, ndoshta edhe në errësirë. Ju jeni të parët që do të merrni kontakt me qytetarët në çdo cep vendit ku do të shërbeni. Ju do të hini 24/7 në terren për të parandaluar e goditur palishmëritë dhe për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve nga mbar bota. Shërbejuni qytetarëve me përullësi, ndërsa atyre që shkelin ligjin me forcën e ligjit. Reagoni me guxim, korrektësi dhe paanshmëri dhe brenda kornizës ligjore përballë çdo padrejtësie e palishmërie. Vrulli rinor që ju keni, t'ju shërbej për të mirën e përgjithshme, për përmirësimin e mëtejshëm të performancës së policisë së shtetit në funksion të ligjit. Dhe mos harroni se arroganca është fundi i rrugëtimit tuaj. Përballë çdo situate qofshi, kur mos u tregoni arrogant me qytetarët që duan dhe zbatojnë ligjin. Detyra jonë është i dëgjojmë, të zbatojmë procedurat e punës dhe t'i japim qytetarit përgjigjen që na kërkon ligji, dhe jo të krijojmë në sytë e tij bindjen se jemi të njëanshëm, arrogant apo të pazot në kryerjen e detyrës. Kur mos ja bëni këtë të keqet policisë shtetit, e cila pa besimin dhe mbështetjen e qytetarëve nuk e përmbosh dot si duhet misionin e saj. Mos u tundoni nga ofertat dhe propozimet për të bashkëpunuar me krimin, se kjo rrugë mund t'ju duket e bukur, por është e shkurtër dhe pasojat e saj janë të rënda dhe pa kthim. Mos shkëmbeni kurrë uniformën, imazhin e policisë, dinjitetit dhe të ardhmen tuaj me një përfitim të momentit. Asnjë përfitim nuk vlen më shumë se sa uniforma që mbani veshur dhe besimi që kanë qytetarët te ju. Bëjeni punën me dëshirë, respektoni njëri tjetrin se puna bëhet në grup. Besoni se me punën tuaj të ndershme do të bëni dhe do të zhvilloheni në karrierë. Pse jo, në të ardhmen, njëri prej jush do të mbaj fjalimin këtu duke këshilluar dhe frymëzuar brezat që do të vinë. Ju falenderoj që arritët këtu dhe ju jam mirënjohës çdo ditë në rast se secili prej jush do të zbatoj ligjin dhe do të respektoj qytetarët, sikundër do të qëndroj fort ndaj atyre që do të devijojnë nga lishmëria dhe etika. Sot, mirë se erdhët në familjen e madhe të policisë shtetit dhe ju uroj që këtë ditë ta kujtoni gjithmonë si ditën kur nisët një mision të madh. Më keni në krah dhe mos nguroni të më shkruani e të shprehni çdo shqetësim që lidhet me përmirësimin e punës, por edhe për problemet tuaja. Pasi për mua pasuria më e madhe e policisë së shtetit jeni ju, janë burimet njerëzore. Mbajeni me dinjitet këtë uniformë të shenjtë të sigurisë dhe shërbimin ndaj Republikës dhe qytetarëve. Shërbeni me përkushtim, veproni në bazë ligjit dhe qëndroni pranë qytetarëve. Suksese e mbarësi të keni në detyrën e re dhe në familjet tuaja. Faleminderit.